Zgjohu si firi po pret. Zgjohu a do mbereqet. Jeni qumë si fir që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. Jeni qumë si fir që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. Zgjohu si firi po pret. Zgjohu a do mbereqet. Zgjohu si firi po pret. Allah që përbleft një mërë për ftesën që ne i ke bo. Lëvë Zotin e madhë që Allah t'je bereqet. Allah t'u ashton riskun. Zotin që përbleft edhe musafir tjerë që salte bashkarisht kalum. Lëvë Zotin e madhë që Allah t'na bekaton në dunja dhe në ahiret. Është interesant, para se të fillon Ramazani, instinktivisht paraqiten disa ndjenjat e muslimani, ndjenjat e gëzimit edhe me nxipret me fillu Ramazanin. Është një gëzim i papërshkruar, por ashtu është sikur se Allahu e ka caktuar. Çdo gjë në dunjë ka fillimin dhe ka mbarimin e vet, i vetmi që është pa fillim dhe pa mbarim është Allahu subhanahu wa taala. Pra dhe na si krijesa, si njerëz, e kemi fillimin dhe e kemi mbarimin, po ashtu edhe muaji Ramazan e ka fillimin dhe e ka mbarimin. Por veçoria e Ramazanit kur fillon me një ndjenjë gëzimi që na nuk mujmë me përshkru, por edhe kur i afrohemi fundit Ramazanit, gëzimi të Ramazanit i bashkangjitet edhe një mërzi, por është një mërzi e këndshme. Është një mërzi, është interesant, nuk përshkruhet me asnjë mërzi tjetër në jetën e kësaj dunjaje. Po lut Zotin e Madh që net dhe ditë që i kemi kalu me ibadetet tona, me adhurimet tona, me sadakon që e kemi dhënë, nëse kemi dhënë, Allahu t'i pranon dhe t'i peshon në peshorën e veprave të mira. Ramazani na ka mësuar shumë gjëra, na kalon shumë mesazhe, na kalon shumë mësime. E prej mësimeve që na i lëm Ramazani është se jeta jonë dhe misioni jonë nuk përfundon me përfundimin e Ramazanit. Por derisa jemi gjallë dhe jemi në jetë dhe i shijojmë dhe i përjetojmë begatitë e Zotit, domethënë jeta ka detyra, ka obligime. Dhe Ramazani na mëson një mesazh që na duhet ta kemi parasysh pas Ramazanit, se jeta nuk të ofron rahati. Nëse na jetës tonë nuk i japim punë, nëse na me jetën tonë nuk jetojmë me vullnet dhe vepra të mira dhe me vlerë, jeta jo nuk na jep rahati. Ashtu sikur se Ramazani. Ramazani është i bereqetshëm dhe ka një atmosferë të veçantë, për arsye se deshte nuk deshte ti në Ramazan jetë diçka tjetër. Fillon me Ramazan, fillon me namaz, e ki një vullnet dhe e një elan tjetër. Domethënë puna jote e bën të begatshëm muajin e Ramazanit. Prandaj edhe jeta në përgjithësi është e tillë. Nëse na jetës tonë i japmi vullnet pozitiv, i japim vepra të mira, e dim për çka kemi ardhur dhe e kryjm misionin ton, jeta jonë do të jetë e këndshme, do të jetë e lezetshme. Kështu që lut Zotin e Madh që edhe ky lezet dhe kjo kënaqësi të vazhdon me neve edhe pas Ramazanit, duke e ditë se kemi një emanet që duhet ta çuj deri në fund. Unë gjithmonë e përkujtoj kur vjen funi i Ramazanit, më kujtohet rasti i vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentin sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët e ndinin veten se janë sigurt se kishin pejgamberin alaihi salam. Për çdo çështje, për çdo nevojë u drejtoheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikurse fëmia kur e ka babën, e din se e ka një shpinë shumë të fortë e ka. Dhe në momentin që e din se ka ndruar jetë baba, ai deshti apo nuk deshti ndihet i dopt. Kështu dhe sahabët e ndishin veten të fortë përderisa ishte prezant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, po në momentin kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri nga dashuria e madhe që kishte për pejgamberin, çka tha? Kush thot, këta e pati prej dhimbjes, e pati prej
prej mallit që kishte për pejgamberin alayhis salam, prej mërzisë të madhe, tha kush thot që ka vdek pejgamberi sa kam hek kokën. Dhe në atë moment erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhum jami'an, Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata sahabi, e tha një fjalë shumë të madhe. E citoj ajetin e surës Ali Imran. Edhe Muhamedi alayhis salam ishte pejgamber sikurse pejgamber tjerë. Edhe ata erdhën e krytën misionin, mirë po ndruan jetë. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka patjetër me ndru jetë. Edhe tha një fjalë, kush e ka adhuru pejgamberin alayhis salam, pejgamberi ka vdek. Mirë po kush e ka adhuru Allahun, Allahu është gjallë edhe nuk vdes asnjëherë. Prandaj edhe na këto net e fundit, domethënë kjo mërzi duhet bashkangjitet me këtë mesazh. Nëse kemi adhuru Ramazanin, Ramazani ka ditën e numëruar, i ka ditën e njehta, por nëse kemi qenë ata besimtarë, ata musliman që kemi adhuru Allahun në Ramazan, ne e adhurojmë Allahun edhe pas Ramazanit. Prandaj dietarët kur kanë fol se çfarë mesazhi duhet të marr na si musliman pas Ramazanit, kanë përmend dy sende. E para na pas Ramazanit, dhe kështu kanë thonë dietarët, besimtarët e sinqert pas Ramazanit, jetoj me një dosë frige. A thu vallë, namazin tem e ka pranu Zoti, a thu vallë, iftarin tem e ka pranu Zoti, a thu vallë, punët e mira që i kanë bërë 30 ditë e Ramazanit, a thu vallë i ka pranu Zoti. Na është fakt se duhet me jetu me shpresën e madhe, mirë po duhet me lënë hapësirë që të kemi një frikë, ashtu sikurse është tabiati i njerit. Njeri e jep maksimumin dhe e di që e ka përkryer me atë vetën punën e vet, mirë po në ndërkohë ka frikë, a thu vallë ka me pas sukses apo nuk ka me pas sukses. Prandaj edhe na punën që e kemi bën gjatë Ramazanit, pas Ramazanit duhet me jetu me një farë frige, a thu vallë Zoti e ka pranuar punën tonë apo jo. Domethënë kjo frikë e cila të motivon me vazhdu edhe pas Ramazanit. Kështu një ditë kur e lexoj ajetin kuranor pejgamberi alayhis salam, ishte prezent Aisha radiallahu anha. Ajeti është kështu në surën Mu'minun, ata që japin prej asaj që Zoti ju ka dhënë, wa qulubuhum wajila, mirë po ndërkohë kanë frikë, wa ila rabbihim raji'un, kanë frikë se dhe këta do t'i kthehen Zotit të madh. Tha Aisha radiallahu anha, pse kanë frikë këta? A janë këta ata që bojnë amoralitet, a janë këta ata që vjedhen edhe bojnë punë këqija? Tha pejgamberi sa ja, këto janë ata që kanë frikë, që e falin namazin dhe japin zeqatin, bojnë punë të mira, mirë po në ndërkohë kanë frikë, a thu vallë Zoti kam i pranu punë të mira apo jo. Pra jemi prej atyre që na pas Ramazanit jetojmë me një dosë frige pozitive që na motivon në vazhdueshmëri të veprojmë dhe të bëjmë vepra të mira. Kështu thonte Aliu radiallahu anhu, besimtari i sinqert më shumë e ka dert a thu vallë do ta pranon Zoti punën e mirë, se sa ka dert se a do ta bën punën e mirë. Sepse Allahu në Kur'an tha, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu vetëm për njerëzve të devotshëm e pranon veprën e mirë. E cilësi e devotshmërisë është që njeriu në jetën e tij vazhdimisht me jetu me këtë frikë, motivi. A thu Zoti i madh, a e pranon punën time apo jo? Dhe e dyta që duhet kemi kujdes në jetën tonë, të jemi stoik. Vazhdojmë në punët e tona. Na nuk ka mundësi tash ta kemi atë iman dhe atë veprimtari sikurse e kemi pas gjatë Ramazanit. Mirë po të vazhdojmë me një tempo tjetër, kemi të vazhdueshëm në vepra të mira, sepse pejgamberi alayhis salam tha, një ajet kuranor mi ka zbardh flokët e kokës edhe të mjekrës. Festakim kema umirtu surën Hud. Kur e pyetën pejgamberin salam, cila ti ka zbardh flokët, sa mi ka zbardh surja Hud edhe motrat e saja. Pikrisht ka thonë pejgamberi salam, ky ajet Allahu e ka urdhëruar pejgamberin salam qëndro stoik ashtu sikur se të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj na si besimtar, ju Zotin e madh, të ditë e Ramazanit që i kemi kalu, Allahu t'i pranon dhe t'i ban makbul, dhe të na mundson që edhe pas Ramazanit të vazhdojmë me vepra të mira, të kemi elan dhe të kemi vullnet, se jeta i ka të mirat e veta nëse dim me i shfrytzu edhe nëse dim me vepru. Zoti është shpërblet dhe ju nderoj dhe na bashkohet në këto vendet e bekuara në dunjë. Falu me zemër e shpirt, falu, 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 namazi është dritë. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është dritë.